Fushata nis me një lajm të keq. Nuk do të ketë debate mes palëve. Sot, ndërsa mundohesha të realizoje një debat me përfaqësues të qarkut të Elbasanit, përfaqësuesi i njërës palë më tha se kështu ishte vendosur. Kjo mu konfirmua dhe nga drejtuesit e fushatës në qendër të njëjtës parti. Por fjalia që më bëri më shumë përshtypje ishte nuk duam të japim kundërshtarëve minutazh vetëm për shkak të një debati me ta. Teknikisht kanë të drejtë. Ligji elektoral në Shqipëri favorizon partitë dhe vendos mediat në një pozicion të vështirë. Për shembull, në rastin konkret, çfarë duhet bëja unë? O mos ta bëja fare debatin, ose të bëja një emision të cunguar duke bërë faull me ligjin elektoral, duke ftuar vetëm një palë, në këtë rast të dëmtoja pra debatin publik duke dhënë një pasqyrë të pjesshme të realitetit politik në to zgjedhje. Në fakt, kjo situatë duket se do të jetë kështu deri në fund. Socialistët që rendin të vetëm drejt një mandatit katërt, pa dhënë shumë llogari se çfarë kanë bërë, por me premtimin e qartë pasaportën europiane në vitin 2030. Në fakt, kjo mund ndodh vetëm një vit pas përfundimit të mandatit të ardhshëm politik që nis në 11 maj. Demokratët ndërkohë nga ana e tyre qesin së mbyllur pas një kandidati 81 vjeçar, i cili para se ta ketë sfidën me ne apo me zotin Rama e ka me zotin vet. Një betejë pa barabartë, por që nuk duket e padrejtë as për PD-n dhe as për PS-n. Për votuesit shqiptar po, të cilët do të duhet që në 11 maj të kryen një formalitet, të votojnë ose për një kandidat që nuk fiton dot, ose për një tjetër që nuk humbet dot. Gjithsesi ja vlen të ndiqet kjo garë e cila më shumë se kur ka përfshirë rrjetet sociale, Luli që del pa rip duke dhënë makinës, Berisha që jep intervista në zyrë, Rama që flet me vete dhe njëkohësisht sy me ne. Dhe në këtë rrogopuj gazmore dhe virtuale kanë filluar dhe përplasjet e para konkrete si ajo në Itali të dielën, ku Rama dhe Berisha fushatuan një org nga njëri tjetrit dhe të dy mblodhen një pak emigrantë në sallë për përkatëse. Po ku askush nuk mandon asgjë veç pasaportës europiane dhe pak minutave që foli Krisla Çivita. Por kur pa qartë një ndekje online se Edi Rama edhe virtualisht i ka fituar zgjedhjet që sot me gati 3 fishin e ndjekësve live në Facebook. Por a thua është kjo thyrje dhe kaq e fortë në realitet? Për këto fillim fushate do flasim sot. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Ristorium. Jam një gazetar që mbaj pozicionet qarta, por jemi fushate elektorale, kështu që atë dilemë për cilën ju fola në fillim për shkak të mungesës debatit, u detyrova ta zgjidh konform ligjit. Debatin cilin doja ta bëja sot me përfaqësuesin e Elbasanit, zgjolla mos ta bëj se sa të ftoja vetëm njërën palë. Nuk e di nëse bëra drejt apo jo, po do flasim për këtë sot me kolegët e mi, Martin Leka, mbrëma Martin. Artur Nure, mbrëma Artur. Përshëndetje Skënder Mixhozi. Skënder, do doja ta nis me ty, me që ne jemi dhe më të vjetër bashkë në këto maratonat elektorale. Në fakt, ky është një fenomen i pranishëm që pas vitit 2005, do thoja unë, pasi me të vërtetën karma godet sërish Partinë Demokratike dhe Sali Berishën, pasi zoti Berisha nga 2005 kur zoti Rama, zoti kryetari i opozitës, nuk e njoh kurrë atë si të tillë. Praktën formalisht, politikisht, tjetër gjë që bën ndryshimet kushtetuese të vitit 2008, siç më pas bën 2016 apo ato të vitit kaluar, por që nga pak të mua më rezulton që nga viti 2005 debati politik në Shqipëri është shkatruar pasi qoftë njëra palë, qoftë palë tjetër me radhë kanë tentuar t'i shmangën atij. Dhe ja ku jemi edhe sot, Periudha kohore është kjo që ti citon, është sakt, sepse ne... Dhe tani që po është 20 vjet. Ndërkohë që ti po përgatisje këtë editorialin, unë u futa dhe kërkova në internet, shumë shpejt, thjesht për të siguruar, sepse ne e dim, se cilat janë debatet e vetme televizive që ne si shqiptarë mbajmë mend në demokraci. Dhe për te i përplasive të vjetra Berisha Nano dhe Rama Mustafaj, që besoj ka qenë e fundit, është një paradoks. Unë kam pas Ramën me Topalin, natën që ne kemi marrë ftesën për NATO, po le të themi debati fort, po nuk ka lidhje nuk ka lidhje me fushatën elektorale. Nuk ka lidhje me fushatën elektorale. Me fushata dhe me ekuivalencë të plot postesh, se duhet të jetë kryetari i opozitës me kryetarin e opozitës, ose kryebashkiak të rëndësishëm mes tyre, kokë në kokë. Këtu kultura e debatit është totalisht është bjerrur, sepse kush ka qenë në qeverisje
nuk e ka preferuar debatin, është munduar të mbajnë distancë higjienike palën tjetër, ndërkohë që ne shohim që në të gjitha shtetet mëdha evropiane, dhe palem pastaj në atë shtetin par excellence që është Amerika që debatin e kanë thelb, ku brenda partisë debatohet në primaret dhe pastaj në gjatë fushatës ka disa debate të dakordsuara. Kështu ndodhi dhe me Donald Trump dhe Kamala Harrisin dhe kështu do të ndodhë gjithmonë. Në Evropë ka ndodhur kështu. Gjermania pati zgjedhje për kancelar dhe pati debate. Kanadaja tani është në fushat dhe do të ketë debate. Ka pas debat edhe brenda Partisë Liberale me Mark Kearns që është ylli në ngjitje. Do të thotë gjithë bota demokratike nuk janë e shkalon debatet sepse debati quhet si një rrethan e shkëlqyer për votuesin që t'i shoh në kontakt fizik të afërt platformat që i propozohen dhe të bëj diferencën brenda mundësisht një dhome që është studio televizive ku debati zhvillohet. Këto debatet në distancë pastaj që unë jap një premtim dhe ti nga 1000 kilometra larg më bën një replik dhe kështu shkon e gjitha, kjo pastaj i kthen zgjedhjet, i kthen votime. Ne kemi shumë vite që zgjedhjet praktikisht i kemi votime, sepse nuk kemi përballje kandidatësh, përballje platformash, përballje idesh, përballjet vërtet, sepse përballjet që bëhen me reklama të sponsorizuara rënd për këtë ose atë ide në rrjetin social apo në mediat elektronike apo dhe portalet, këto nuk janë ballafaqime, këto janë thjesht përpilime listash, oferte të njërës palë dhe të palës tjetër. Debati është ai që i nxjerr plus minuset e garuzve dhe plus minuset e krerëve politik mbi të gjitha. Unë mendoj se dy politikanët më jetë gjatë tashmë në historinë e Shqipërisë, zyrtarisht, Berisha dhe Rama, është mëkat i madh që do ta mbyllin me gjas karrierën e tyre pa një debat madh që t'i mbetet të paktën rekordeve dhe arkivave televizive të këtij vendi. Është shumë gjëna. Martin, po ajo që më rezulton mua është megjithëse njëra palë dikush mund ta thotë që është pak më agresive në pozicionet e saj, pala tjetër duket si më liberale, më e moderuar. Kur vjen puna te kjo pikë janë njësoj. Pra, në varësi nëse janë në opozitë apo në mazhorancë, kur vjen puna tek debati sillen njësoj. Pse ndodh kjo sipas teje? Pasi presupozohet që janë dy forca që kanë orientim ndryshëm, origjinë historik, përkraje temi të shtresave caktuara, të niveleve caktuara deri diku të ndryshme. Pse ndodh kjo? Pse ndodh që parti që janë temi diametralisht kundërta në formimin e një ideologji në rrënjë shoqërore, fund fare kur bëhet te debati publik sillen njësoj? Sillen njësoj mendoj sepse në fakt edhe kjo dallimet ideologjike janë shumë pak, sepse po të rikthehemi tek dallimet ideologjike të partive, unë mendoj që janë po prapë njësoj, sepse ne kemi një të djathtë dhe një të majtë, ku në fakt nuk dallohen fare mes tyre. Sepse kemi një të majtë Edi Ramën që flet për të pasurit. Jo vetëm, por ka flet për të varfrit, fakt, po punon për të pasur. Por kemi një të djathtë që flet gjithë ditën për shtresat në nevojë, për pensionet, për paketën e dhimbjes etj. Domthonë si ai emisioni i famshëm që s'poja përmend emrin. Problemi është që në fakt kjo nuk është ndonjë shkelje ligji, po shkeljet morali. Domethënë është tepër e moralshme ajo që tha Skënderi që duhet të ishte ligj në thonjza që ne të kemi debate mes atij që kërkon të marrë pushtetin dhe atij që e ka pushtetin dhe e rikërkon. Ne jemi dëshmitar që ka unë paktën e konsideroj të tillë që debatet politike vijnë nga mospasja debateve politike, vjen nga fakti që të dy kryetarët e partive politike e quajnë veten, sidomos kur janë në pushtet, e quajnë veten superior ndaj opozitës dhe e kundërta. Po ndërkohë unë mendoj që superior apo
Temi dhe përballje me realitetin nuk është e lehtë, a? Edhe kjo mund të jetë e vërtet, por unë mendoj që ka një lloj injorimi. Nëse flasim për rastin konkret, atë që ke përballë. Po, sepse e di pse ndodh kjo, unë mendoj që këto lloj debatesh janë konsumuar aq shumë gjatë viteve të qeverisjes, sa nuk ka nevojë të kenë një debat në fushat elektorale. Sepse të dy liderët, qoftë Berishën, qoftë Ramën, ne i shohim kaq shumë në media, sa unë paktën nuk mendoj që pa ndonjë vend në botë. Nuk është korrekte kjo, më fal. Donald Trump, kur ka fituar në 2020-ën Joe Biden, e kujtojmë gjithë, çdo javë kishte nga një miting në kohë komplet qetësie, kur s'kishte zgjedhje. Dhe gjithë thoshin pse bën ky mitingje javë për javë. Dhe erdhën zgjedhjet e radhës pas 4 vitesh me Kamala Harrisin dhe ai bëri debat me të, vetëm tek debatet e partisë vetë nuk u paraqit. Ndërkohë që Partia Republikane i vazhdoi debatet. Dhe kishte drejt, ishte superior. Se sta shpunga mund unë kam fitu garën me këta. Debatet me Kamala Harrisin u zhvilluan. Pra, ai kishte 4 vjet që bënte fushat. Një debat kam përshtypjen u zhvilluan. Një me Biden, një me Bidenin, një me Kamala Harrisin. Po u konsumuan debatet. Dakor, pa. Ndërkohë këtu tani un kam një pyetje Nura. Po. Ndoshta është debat shumë i thellë, fakt po ta hapim dhe s'kemi edhe kohë, po un kam idenë time që sistemi politik shqiptar mori një goditje fatale dhe zyrtare në 2008. Me ndryshimet kushtetuese që i firmosën po këta që janë sot, pra zoti Berisha dhe zoti Rama. Pra le të themi sepse normalisht një debat publik ti nuk përballesh vetëm, sigurisht përballesh me kundërshtarin, po përballesh edhe me veten tënde. Termi që po përdorin, nuk është nevoja debati, sipas qasjes time të paktën. Debatet ndodhin, po ndodhin si ju e mbani telefonin e prishur kur ishin fëmijë. Ka një gjë që ta saksoj. Me korrespondencë. Pra, domethënë këtu nuk bëhet më fjalë vetëm për një debat Rama Berisha. Jo, duhet përballje. Më debat fare as pjesë programor. Jo, këtu të gjitha nivelet kanë të njëjtën ligjsi. Kupton, pra ka shkuar kaq mbaroi. Janë dy garnizone që nuk kanë asnjë përgjegjësim shpatash. Për shembull, se kjo është e paradoksale, për shembull, deri diku dhe ironike, mos them dhe qesharake, që për shembull kam kandidatë që duan të dalin në emision dhe kur unë flas me ta dhe pas minutës së tretë unë arrit kuptoj që ata duan një kështu, duan një intervistë tek për tek. Do të thënë, në ato momente ti mendohesh, me thënë vërtet ruan shumë veten, që mos thuash në një fjalë temi jo dhe aq të sjellshme ndaj personit, me idenë që si arrin të pretendojnë që dhe një kandidat normal i listës hapur të kërkojë një debat me analist në një televizion qendror, në një program qendror, në një televizion kombëtar. Pra le të themi problemi ka shkuar shumë më keq se kaq. Se unë e kuptoj deri diku Berishën dhe Ramën që janë munduar ta vjen dhe nga orientimi i lartë, ta anullojnë njëri tjetrin në distancë. I jetët e partive të dyja të mëdha. Domethënë vjen orientimi nga lartë. Prandaj the mund të është 2008, pra them për temën është 2008. E gjithë e keqja është 2008 dhe e gjithë e keqja ka nisur nga Berisha dhe Rama. Ka qenë propozim i Ramës dhe aprovim. Mund të vesh vetëm aty. Një 10 deputet më mendon që kanë votuar kundër. Po, sigurisht bëhet fjalë për partitë cilat janë shumë të centralizuar, nuk mund të injorohet kjo gjë se në parti nuk ka demokraci, le ta pranojmë. Qofse nuk e pranojmë, atëherë as ne nuk bëjmë detyrën tonë. Rama ishte më i sinqert kur përzgjodhi kandidatët e radhës që i përzgjodhi vetëm, ko Berisha u tregua dhe vazhdoi të ishte gënjeshtar dhe pa nevojë. Sepse gjithë e dim që ai do të zgjidhte kandidatën, ndërkohë mbajti primare dhe e pam se përfunduan. Nëse varet se si e shef, unë nuk i shoh në konceptin e përgjegjësisë politike, se duhet folur për përgjegjësi politike. Nuk mendoj që ka përgjegjësi politike më të madhe Berisha se sa Rama, sepse Rama është në pushtet. Rama i ka të gjitha gjasat që e para punës ta ndërtoj demokracinë, kur ju e mbani mend kur votua me 1 milion vota Rama? E gjithë, ju si gazetarë dhe analistë, besoj e kujtoni që njerëzit e votuan, sepse Rama do sillte një fytyrë të re në politikë, sepse Rama do sillte frymë demokratike në Partinë Socialiste dhe në shtetin shqiptar. Kjo gjë rezulton e paralizuar, rezulton e pavërtet. Kështu që unë personalisht, nëse do flasim me përgjegjësi, nuk e shoh Ramën më pak me përgjegjësi se sa Berisha. Unë nëse do flasim për performancë, nëse do flasim për komunikim, sigurisht Rama është
4 hapa për para Berishës. Që ose do flasim për strategji fitoreje në këtë garë që po themi, sigurisht Rama është 4 apo 5 hapa për para, sepse i menaxhon. Mjafton ta ndiqni sot. Janë të gjitha zhvillimet gjeopolitike që ai i ka menaxhuar në mënyrë strategjike dhe që i shkojnë në favor të votës. Po kjo nuk ndryshon asgjë në demokracinë shqiptare. Sot Berisha tha një gjë që ishte një pranim i pafajshëm i aftësisë Ramës për të parashikuar gjërat edhe më shumë muaj përpara. Berisha kur u pyet sot më duket nga gazetarin e ABC-s për në Durrës ishte më duket. Jo, në paraditën, konferencë për shtetën ora 12, për takimin e Luksemburgut, pa ky takim tha ka 4 muaj, thash, nuk është tani, thash, ka 4, po një farë mënyrë pranoj. Agjendë vjetër. Nuk është agjendë, pranon fatalitet, pra që Rama në çdo rast nëse do të ja lëm meritën Ramës, ka planifikuar gjithë të gjë. Domethënë, nëse do flasim për merita duhet pranuar. Rama ka një performancë të studiuar, është mjeshtër i komunikimit, është mjeshtër edhe në diplomacisë, ne ministër të jashtëm atë kemi, le të jemi e ta lexojmë realitetin qartë. Igli është krye diplomat shumë i mirë, por politikën e jashtme sigurisht e drejton. Dhe unë nuk besoj se Igli bën një hap pa e konsultuar me të. Dhe mirë do bënte. E nuk lejohet. Mirë do bënte. Është ministri i jashtëm. Kështu që në po diskutojmë mungesën e demokracisë në Shqipëri, që është përgjegjësi e jashtëzakonshme e Edi Ramës, sipas meje. Sepse ka ndërtu. Them dhe një histori që vlen për ta analizuar. Më kujtohet kur në 88-ën, kur po prisja zotin Rama dhe Zhejin tek Dajti për t'u takuar, ka qenë 15 tetor. Dhe Zhej takoi dikë dhe Rama erdhi ke unë. Dhe kur erdhën, ju keni qenë një ditë para përurimit piramidës. Dhe Rama tha, nesër kemi 16 tetorin, kemi fest. Dhe unë me sarkazëm i thash, jo, unë besoj që ne duhet festojmë çdo 16 të çdo muaj, sepse udhëheqësit ja dedikojmë gjithçka. Dhe kur vjen Zhej thotë, ky qeka se ishe periudha e refleksioneve, besoj, e mbani mend. Ky qeka më keq tha. Dhe kur Rama hyri në Partinë Socialiste, që kandidoi dhe u bë kryetar partie, unë këtë moment e kam kujtuar për një korrespondencë me Radio Radikale duke thënë, ky zotërie do t'i japi datëlindjen e vet Partisë Socialiste. Dhe ja ka dhënë? A është Partia Socialiste Edi Rama dhe Edi Rama Partia Socialiste dhe kemi ditëlindjen e Edi Ramës në vend të ditëlindjes Partisë Socialiste? Partia Socialiste është Edi Rama, do thoja unë mësa. Po bra. Skënder? Po, ai slogani është më i personalizuar se kur. Me Edin dhe PS-n. Shkok e PS-ja e ka qenë me orientim në hapjen e fushatës kur thuaj Partia Socialiste dhe Edi Rama. Sepse thuaj Edi Rama dhe Partia Socialiste. Sepse Nura, problemi është që në një fushat ti do maksimalizosh të gjitha llojet e aseteve dhe trethanave që ke përpara. Ç'a dua të them me këtë? Ne, sigurisht Edi Rama është aseti më i madh i PS-s. Rregullisht, tani pa në veneracion, domethënë sepse realisht nuk shkon. Por Rama del rregullisht 10 pikësh mbi PS-n kur vjen puna për të sonduar si preferencë. Edhe kjo është rezultati i Ramës me koncentrimin. Rama gjithmonë ka pretendimin që unë tashmë PS është Rama, jo Rama. Unë futem në territore ku partia që unë drejtoj nuk futet. Do të thotë marr vota njerëzisht cilët dalin atë ditë nga shtëpitë për të më votuar mua, po jo partinë. Pra, është një ke punuar dhe ti për të arritur këtë gjë. Domethënë përgjegjësia nis nga performanca nuk mund ta shpagësh. Ashtu është ndërtuar partia që edhe në PD, natyrisht Berisha ka kota më të larta se partia, nuk diskutohet. Tani problemi nuk rezulton ashtu ke sondazhet e fundit, nuk rezulton ashtu. Kjo është një vërtet historike, po jo partia e Berisha nuk e dyshim. Jo, unë thash me që referuat sondazheve nuk rezulton më që Berisha është më plotuar se Partia Demokratike. Ka qenë dikur, nuk është tani, nuk është. Kohën e Bashës, ose më sa kohën e Bashës votojnë më shumë se Basha, por nuk më rezulton sot në sondazhe që opozita identifikohet, apo Partia Demokratike identifikohet e gjitha me Sali Berishën, kjo duke mos i diskutuar rolin e tij komandues brenda PD-s. Por kjo çështja e imazhit, mendojnë që kjo është një nga tjetër asetet që Rama ka në këtë përballje virtuale në këto zgjedhje. Tani te sondazhi Sokol, unë nuk e di dhe nuk do të pyes për korrektesë, se cila palë në Elbasan e prishi këtë gjë. Tash, derisa se bëra debatin. Po ka gjëra që they go without saying. Unë mund ta janë gjëra që kuptohen pa thënë. Mund ta imagjinoj, por për sa kohë që s'kam provën nuk do zgjaten. Tani problemi është cila palë ka interes dhe që nuk po e përdor, që të shty drejt një platforme debatesh gjatë fushatës.
ka interes pala opozitës. Teorikisht. Teorikisht, sepse Dhe praktikisht. pala e qeverisë pala e qeverisë ka për të humbur. Pala opozitës, veç të jash ka 12 vjetë bilance që mund t'i bëj këtë herë, sepse nuk është bërë kur një bilancë mes dy palve, si që thamë, brënda një dhome me 2 ose 3 telekamera, ka rastin që t'ja marë Ramës dhe t'ja numrojë nga fillimin deri në fund, dhe naturisht që Rama e di këtë gjë, naturisht e di që po u përgjigj në një studio televiziv, një debat të drejt për drejt, nuk do përgjigjet për 4 vjetë, po do të përgjigjet për 3 mandate, sepse naturisht Berisha do shkojë aty me një mandat madh me letra. Bilanci i Berishës është tashmë i vjetruar për pasoj edhe e ka humbur peshën, sepse është përdorur e stërpërdorur në çdo fushat. Pra, opozita duhet kishte interesin ta përdorte, po them kjo opozita e madhe zyrtare. Çfarë po ndodh? Po ndodh që Berisha e ka thënë një herë, i propozoi Ramës dalë, e mbani mend para rreth një jave, i propozoi të bëjmë një debat, po edhe ai nuk e ngacmoi. Kandidatët kjo puna Rama ka drejt me thënë vërtetën se kur e kërkonte Rama nuk e njoh 8 vjet si kryetar opozitë, kështu që tani më fal, ta takoj Karmën, ta përqafoj mirë, kude ti kafe bashkë me Laçivitën. Po patjetër, kanë personal po, se 8 vjet nuk e jo vetëm se pranoi debat, po nuk e njoh si kryetar partisë. Po Rama nuk është edhe të një vjet, nuk duhet bëjt njëjtën performancë. Sot koalicioni opozitar, po them ky zyrtari, jo Partitë e Reja, ka 24, ishte 25, 24 parti të listuara. Shumica e cila natyrisht nuk vlen, por ka 2-3 sigla përveç PD-s që kanë një vlerë. Dhe askush në opozit nuk e ngacmon idenë e debatit, sepse me këtë kulturë janë mbrojtur. Dhe kjo është vërtet shumë e habitshme. I vetmi që kërkon debat është ai që s'është votuar asnjëherë, që i thot Adriatik Lapaj e Ramës të pres në një studio televiziv. Që dhe ajo është absurde. Që dhe ajo është absurde pa marrë asnjë. Sepse e din. E din. Kam përshtypjen që nuk e din, po pastaj kur flasim po kryejm këtë çështje të delirave, pastaj nuk e sjarrim dot. Jo, doja me ty të bëhet me që ti edhe gazetar i shumë i vjetër, bile kam përshtypjen që je më i vjetri nga ne. Turi ti kur ke fillu? Kam fillu shumë. Okej, mirë, më i vjetë tranzicion. Kam fillu që ke pioneri, pastaj mirë, pra punë kam fillu te vitet para kohës Saliut. Ti e kos Ramizit, paret. Po pra. Ramizit fakti. Dgjoj, kam një pyetje për te shakas. Mos është problemi dhe ligji elektoral që ne kemi. Mos ka argumenti që të bëjmë një debat për këtë ligj elektoral i cili e kufizon. Ka vende të tjera që nuk e kufizojnë fare rolin e medias. Kurse ky është një ligj elektoral i cili ty të mat me milimetra, të mat me miligram. Pa diskutim që... Dhe a ka ardhur koha që ne të kemi një... Unë si e shikoj unë, ne kemi një, pavarësisht që ka shumë ankohen për median shqiptare, media shqiptare ka një debat shumë aktiv çdo ditë. Pra, mu mos jesh dakord, po rënë si ka që përplasin i det në media midis njerëzve. Mu mos jesh dakord me njerëzve, mund të ish analizën pse ky mbështet këtë, pse ky mbështet atë. Por në çdo rast, debati ekziston. Dhe është kaq i fortë ndonjëherë sa që mu në mënyrë banale, kuptohet, po më kujton mediat amerikane ku debati është shumë i ashpër, shumë i rrep, dhe nuk mendoj që ka ndonjë gjë të keqe. Vetëm në Shqipëri është kjo ideja që kur nis fushata, kujdes apo bëj fushat negative apo pozitive. Dhe më duket hipokrizi që ne në 4 vjet e 11 muaj bëjmë punën tonë, në 3 vjet e 11 muaj bëjmë punën tonë, po te muaj i 12 i vitit kave dhe duhet jemi me gojën mbyllur. Pra ne themi ka një hipokrizi te ky lloj ligji apo jo. Pra unë mendoj që nuk duhet kishim ligjë, duhet ishte një vend i lirë, siç janë vendet e përparuara perëndimore. Pa dyshim. Italia e ka akoma të farë ligji, po... Atë par condition, dhe ata e kanë një dramë të madhe. Edhe ato e kanë një dramë për ta përballuar, po. Pa dyshim, duhet të ketë ndryshim ligji dhe i vetmi ndryshim që duhet bërë, duhet të ketë vetëm një nen, që siç është shtypi është i lirë, media është i lirë në 365 ditë vitit, apo 12 muajt vitit, tjetë i lirë në 365 ditë vitit dhe në 12 muaj, jo në 11 muaj, kur vjen viti i fushatës elektorale. Sepse, për të ardhur edhe tek ajo e para, sa do ka plot mënyra media që të shfaq gjithë mbështetjen ndaj kandidatëve me mënyra edhe kritere, edhe kritika, si që thua ti. Problemi është nëse merr ato, nuk po i përmend, disa lloj mediash, jam i sigurt që e kupton fare qartë sa të shosh qerekun e lajmit parë se kujt i përket.
ose kjo për ka. Dhe është e drejta e ti. Për shumë, nuk ka kufizime, Skënder, ti ke kufizime në pra në online ti e lirë tu është gjë gjë, ama kur vjen këtu, duhet të kesh kujdes. Po pra, duhet të kesh kujdes. Duhet të themi mendimin tim është ideja. Quhet reklam negative. Reklam negative për një parti ose për tjetër. Prandaj duhet ndryshuar ligji. Kjo është absurditet. Absurditet e më i madh i ligjit. Ka definicion tjetër. Absurditet. Nuk mund të vish në këtë panel tani me 4 peshore farmacie këtu, se shumë është... Jo, unë e kuptoj kur ti ke 2 veta në 2 partit. Kur ti ke 2 veta në 2 partit, kuptoj që ti duhet arush atë. Në emër të, sepse këtu ka një keq kuptim me debatet këto që bëjmë ne këtu duken jashtë quhen pronë publike. Pra nuk debatet tilla nuk janë debate që i përkas një televizion apo një drejtuesi apo një grupi gazetarësh. Janë pronë publike, kështu quhen. Siç janë frekuenca televizive. Problemi është që liria e fjalës është drejt kushtetuese, nuk mund të kufizohet. Nuk themelore kushtetuese, nuk mund të kufizohet. Kjo është idiotizëm komplet. Kjo lloj logjike është opinionin është komplet jo, ta kufizosh vetëm për 1 muaj, e kupton, për 1 muaj. As për 1 minutë më ti nuk është demokracia, as për 1 muaj. Okej, po ta kufizosh për 1 muaj, nura këto ndeshët ky problem në Itali se ti edhe e njeh më mirë se ne. Jo, domethënë sigurisht edhe Italia ka probleme. Se ne nga ata e kemi importuar. Ne kemi importuar për fat keq gjërat më të këqija të këtyre, se ato importohen kollaj. Kurse gjërat e mira, siç është demokracia funksionale për shembull, nuk e kemi marrë nga ata, e kemi ndërtuar vetë. Çfarë po flasim? 2008, sigurisht nuk bëhet fjalë për gjëra të lehta. Po e keqja është bëhet kollaj apo jo. Për ta thyrë këtë gotën mjafton ta hedhësh aty. Për ta ndërtuar, duhet shkosh ke fabrika, presësh përdorësh teknologjinë e dur, kështu edhe demokracia. Nëse nuk e ndryshojmë, nëse ne dhe qytetari atje, nëse nuk e shef veten pasqyrë, se cilin duhet votoj, cili ofron, pavarësisht të tërë se nuk ka ballafaqime, nuk ka përballje, që ne po i quajmë debate, ai duhet të votoj jo në mënyrë emocionale. Duhet votoj atë që i ofron një gjë më shumë në interes vet. Unë edhe në emisionet, po themi me telefonata direkte që i kam bërë, i thoja se sillin modelin politik. Ishte një emision nga më të ndjekur ka rezultuar, e ka marrë nga Radio Radikal në fakt, Filo Direto quhet, edhe njerëzve u thoja, çfarë të sjell ty kjo deklaratë i referoheshin Berishës, apo atëherë i referoheshin Nanos. Çfarë të sjell në xhepin tënd kjo gjë? Në interesin e familjes tënde. Dhe nga ana tjetër, se u jepja mundësinë të mos identifikoheshin, për të qenë më të lirshëm në opinion, nga ana tjetër kishte pauzë. Sepse nuk i rezultonte që i jepte gjë, po vazhdonte me emocion. Pamë tifozi, kurva nord, kurva sud. Po, qofse nuk edhe ne për shembull ne që shkruajmë, mbaj mend në gazetën më të mirë, në kohën që unë kam ideuar emision me telefonata direkte, tek Panorama, nuk e di ke qenë ti apo. Atje ishte me 2000 lexues. Pra ka analiza të mirëfillta, të cilat i tregojnë elektorit, se cilën duhet dhe çfarë analize duhet bëj për të votuar. Po nuk e lexojnë. Nuk lexojnë, ju e dini shumë mirë që gazeta, hardi atëherë, se sot lexohet, po lexohet vetëm titulli dhe për fat keq nuk shkohet në artikull. Ako që nuk lexojmë, vetëm shfletojmë. Vetëm shfletojmë. Kjo është... Jo, ne kemi detyrimin si gazetar, unë prandaj kam ideuar atë emision. Për të lexuar, kam trajtuar edhe librat Kadares në atë emision. I sigurt që ato nuk din të lexojnë, por mesazhi Kadares duhet shkojë ka ata, që ne që analizojmë në mënyrë profesionale, ta bëjmë atë që e ndërton pushtetin, sepse pjesa intelektuale e shoqërisë për fat keq, që janë elektorati gri, nuk shkojnë në zgjedhje. Pra ata që po themi lexojnë, ata që po themi na dëgjojnë. Ne duhet gjejmë forma dhe ne duhet jemi kreativ. Unë besoj që gazetaria duhet jetë kreative. Që të shkojmë ke elektorati, ke individi, ke ai që është në dyqan, shet nga mëngjesi deri në darkë, është ai që bën pushtetin, ai që shkon voton. Kam përshtypjen që këto pengesat ligjore janë realisht pengesa. Tash unë nuk e di se ç'është për shembull, unë mbaj mend në 2011-ën, ishte edhe situatë shumë delikate pas 21 janarit. Zgjedhjet ishin super të vështira, Rama kandidonte përballë, kishte Benjaminin kryesor të Berishës etj. Dhe atëherë më punojmë Top Channel dhe ne ishim super kujdesshëm në mundoheshim ta mbanim realisht me kujdes dhe prapë komisioni atëhershëm që i vëzhgimit medias, i monitorimit medias, çonte pothuajse çdo javë nga një vërejtje nga i paralajmërim. Dhe në fund paralajmërimit ajo ishte formale, kuptohet se nuk ndodhi kurrë, po ishte formale gjoba X, gjoba Y dhe mund të shkojë deri në heqje të sinjalit të televizionit për deri në 72 orë. Pra le të themi
Në atë situatë edhe mund ta mirë kuptosh presionin. Ishte bëhet fjalë për vrasje, bëhet fjalë për... Po këto të kërcënonte po them ligji. Po ligji. Të kërcënonte ligji, ishte televizionit më të madh, në momentin që vënë tonë kërcënonte ne kemi pasur gjithmonë ma ligjin më eficient se ligjin, ë? Po them, domethënë ky momenti ka ardhur ky momenti, domethënë që unë prandaj ju kam filluar dhe ti për boost kur bëjnë të takime që thretë OSBE etj, sepse asnjëherë nuk merret me thelbin e problemit. Cili është thelbi i problemit që të bëjë OSBE-ja kur vjen puna te ligji zgjedhor, që këtu debati duhet hapur dhe duhet të jetë sa më i pakuvizuar. Në fakt, çfarë diskutohen vetëm se si ta kuvizojnë rolin e mediave. Dhe siç e thatë ju me drejt, kjo shkon në dëm të elektorit, të zgjedhës në fund fare merr një pasqyrë të sunguar. Të heqin ligjin që kufizojnë mediat dhe të vënë ligj pasin e debateve publike. Bravo. Kjo është e saktë. Besoj që Martini e tha saktë. Të heqin ligjin për mediat, po detyrojnë politikanët që dalin debate publike, për ndryshe mund të hubin aksesin mediatik. Besoni vërtet që me këta politikan kalon ky ligj? Jo, unë po them këtu, po fuzoj OSBE-n. Unë po futa dhe OSBE-n këtu, që mbajnë seminare, nuk e di për çfarë mbajnë ato seminaret, lidhen me këto shoqatat. Nuk e di pse i mbledhin këto shoqatat, nuk ka faj Donald Trump ndonjëherë kur thotë që parat e taksapaguesve tuaj këtu keq përdoren, dhe në fund fare nuk shkojnë dhe nuk diskutojnë asnjëherë thelbin. Unë e kam ngritur në disa turizme me OSBE-n kur jam mbledhur. Në ai moment kur e pash nuk dëgjohesha më, ika dhe nuk shkoj. Nëse Edi Rama zgjedhje ka ardhur duke u zbehur. Sepse... Jo, nuk është ashtu. Se prap, ka raporti OSBE-u direkt është aty. Ja, është raporti. Të zonjës Dade në ministri, ajo pati folë për një rol të OSBE-s shumë të diskutueshëm, bile pati sugjeruar edhe mbylljen se nuk është e nevojshme. OSBE-ja ka ardhur duke zbehur rolin sepse zgjedhjet shqiptare janë sofistikuar si proces. Për shembull, kemi pasur ditë zgjedhjesh me heqje dritash, thyrje kutish gjatë rrugës, hedhjen lumë, ndrim votash duke ecë makinat nga qendrat e votimit drejt KZAZ-ve, dhe këto tani nuk ndodhin më. Zgjedhjet shqiptare në pikpamjet janë më të stabilizuar. Procedurës janë krejt normale dhe nuk dallojnë nga ato evropiane. Problemi këtu është që vota influencohet, blihet, paravendoset 1 javë, 2 javë para zgjedhjeve, dhe ky është problemi i madh, që zgjedhjet duken në pikpamjet të dekorit dhe në pikpamjet të estetikës nuk e qetësuar. Këto janë pastaj akuzat të cilat duhen verifikuar. Dhe OSBE nuk i ka dot këto. Ajo Skënder që mund të themi sot. Pse flasim ne sot, ne themi që zgjedhjet janë që sot ne jemi 4 veta e kemi një ide si dalin zgjedhjet. Sepse këtu nuk duke mos njohur kandidatët, duke mos njohur programet, duke mos u përballur me njëri tjetrin. Çfarë ndodhi sot? Sot ta merrja un palën tjetër thuat? Ja, mirë ke bërë, shumë mirë që s'ke marrë. Absolutisht. Nuk e merr dot palën tjetër sepse del emision me një këmbë. Sepse del emision me një këmbë. Mund ta merrë duke lënë karikën bosh palës. Po është ajo puna e ligjit. Mund të bëje estradë si ke Big Brother. Po ti çfarë mendimi ke? S'pas ke ardhur. Po këtu e kam problemin unë Artur që unë nuk bëj dot humor dhe nuk bëj dot estradë me profesionin tim. Është humor i zik ky, nuk është humor. Ato e bëjmë, kemi merak vetë, sidomos editoriali. Mirë, shkojmë në publicitet, po do rikthehemi prap gjithsesi do mundohemi të flasim dhe të analizojmë fushatën që ka nisur këto 3-4 ditë. Që është fushat virtuale, midis 2 partive të mëdha, me përpjekjet e partive të reja për qarë tregun publik të ideve, apo ja arrin dot apo jo. Rikthehemi pas pak. Të dy në Itali, të dy drejt për së drejti në rrjetet sociale, në të njëjtën orë, por jo me të njëjtën audiencë. Shifrat që shihni në ekran tregojnë një diferencë të thellë në audiencën online mes kryesocialistit Rama dhe kryedemokratit Berisha, të cilët zhvilluan takime me shqiptarët italisë për të kërkuar votën në 11 maj. Ndërsa jemi vetëm në ditët e para të fushatës zyrtare, Berisha rezulton i dobët në shifrat e audiencës online, ku videoja live në Facebook nga takimi i tij me shqiptarët e Breshjas ka 111.000 shikime. Ndryshe nga këto shifra, takimi i Ramos me shqiptarët e Milanos është parë nga 323.000 vetë. Gjatë kalimit të tij, krahas sallës së mbushur plot me shqiptarë të Milanos, Rama po ndiqej drejt për drejt në Facebook nga të paktën 8500 qytetarë, 11.8 herë më shumë se Berisha, i cili gjatë fjalës së tij para shqiptarëve të Breshjas po ndiqej nga 715 qytetarë në të njëjtin aplikacion. Avantazhi i Ramës ndaj Berishës edhe në rrjetet sociale po vazhdon që nga fillimi i fushatës, por në raport me vetveten kryedemokrati po shënon rënje të performancës. Diktaturë e dytë.
Ky është një krahasim, le të themi, sigurisht mund të jetë deri diku i përcipt, midis ndjekshmërisë që kanë patur dy evente që u mbajtën pothuajse në të njëjtin vend, Brescia dhe Milano, një orë larg njëri tjetrit, as 100 kilometra larg njëri tjetrit, midis Ramës dhe Berishës. Të dy i pam në pamje, edhe zoti Rama, por edhe zoti Berisha, kishin pjesëmarrje të konsiderueshme fizike. Ama ndjekja online ishte tjetër mora. Pra, le të themi teorikisht opozita është ajo që duhet ketë më shumë. Sigurisht zoti Berisha është më konservator, shfutur më vonë lojën në rrjetet sociale etj. Nuk bëhet fjalë për një sondazh profesional këtë. Jo, fare. Bëhet fjalë për të lexuar tendencat e ndjekësve të secilës nga palëve. Edhe në rrjetet sociale, sigurisht kjo është tregues. Nuk është tregues absolut, por është tregues i mbështetjes që ka Rama në raport me Berishën. Edhe organizimi do thoja unë. Jo, organizimi është pjesëmarrja aty, ajo ka të bëjë me organizime, megjithëse mund të kenë ka instrumente nuk e kishte edhe Berisha, nuk është se kishte pak njerëz, po për atë po them që nëse do të bësh analizën e saktë të përballjes me njerëzit, duhet bërë një studim, mund të çosh njëri atje, ti shohësh prezencën, nxjerrësh numra dhe sigurisht bësh edhe disa vox pope për të kuptuar janë të ardhur për arsye X apo janë mbështetës të drejt për drejt. Ajo do të ishte një, po themi, analizë profesionale për të parë, për të bërë ballafaqimin e parë. Palët nuk e lejojnë, derisa as parë nga sëtarë me vete, as të në akses. Është më e mira e mundshme. Nuk është më e mira, po më e mundshme. Po i luftojnë, po i përballim me armët e tyre. Këto mundësi na lënë, këto mundësine po i krahasojnë. Pastaj nuk përbën lajm, ose në gjithë tendencën e ndjekjeve në online, Rama ka qenë gjithmonë, mjafton të shohësh faqen e tij në Facebook apo në TikTok, unë se kam më tash se TikTok-u është mbyllur apo jo. Megjithëse mua m'hapet në zyrë. Zyrtarisht është mbyllur. Jo, me Wi-Fi thanë që se kanë mbyllur akoma, kështu që ta shikoj. Me Wi-Fi domosdoshmë se kanë mbyllur akoma. Në këtë plan unë nuk besoj që edhe vetë Berisha dyshon për mbështetjen që ka më të madhe Rama. Nga pikpamja e high-tech-ut dhe nga pikpamja e moshës e atyre që ndjekin. Se ke celulari, sigurisht janë brezat e ri. Nuk besoj që janë pensionistët që dihet që shumica janë mbështetës të Ramës, edhe ata nuk shkojnë në pika tek. Por betejë me Italinë dhe me Greqinë është betejë më e fortë për dyja palët. Dhe jo rastisht të dy janë përqendruar në këto dy vende. Bëhet fjalë për zyrtarisht 550.000 shtetas shqiptar që jetojnë zyrtarisht në Itali. 550.000 e sa. Dhe do ta themi që është themi 60% e 245.000 të regjistruarve nga diaspora janë nga Italia. Janë nga Italia dhe kuptohet që shqiptarët janë në veri që jetojnë, sa aty ku jetohet më mirë, kuptohet, nuk ka shumë shqiptarë që jetojnë në Napoli. Kështu që duhet parë tash kjo është gara virtuale, po bëjnë garë virtuale, siç po e bëjnë po themi debatin në telefonin e prishur që ta përdor këtë term, se brezi jonë mban më telefonin e prishur, ndoshta atëri nuk e mbajnë, po bëj me një kuti shkrepse me një fjes pango. Kështu është, një metaforë e politikës, e përballjes politike është telefoni i prishur midis dy palëve. E bëjnë debatin në distancë me korrespondent dhe nuk ballafaqohen. Sigurisht ai votuesi. Kjo na mbetet arma e vetme që ai ona është të ballafaqojë me këto shifra. Gjithë ditën në dyqan, duke punuar, duke shitur për ndjer bukë në gojës, nuk merr vesh asgjë, mund të zgjedhë të votojë për gjëra të parëndësishme fare. Skënder, sa i përket themi thyres madhe që janë midis të dyve në rrjetet sociale, mendoj që kjo mund pasqyrohet edhe poshtë, pasi po flasim kryesisht për votën e diasporës, e cila teorikisht me ato 245.000 vota të regjistruar duhet fshehej diçka brenda, duhet fshehej një gjë të re. Praktikisht pastaj nuk e di. Në votën e diasporës, dy partitë e mëdha, edhe partitë e reja natyrisht që janë treguar mjaft agresive. Disa prej tyre. Po, janë një terren të panjohur. Domethënë, kemi dëgjuar si gazetar shumë interpretime, shumë variante. Unë prirem të besoj variantin që thotë se edhe kësaj radhe për shkak të numrit, por edhe të ndarjes nëpër 12 qarqe, por edhe të ndarjes mes shteteve. Vota e diasporës do ketë influencë, por jo atë influencë që mund të pritet të ketë, sepse do të jetë një ndarje, është Shqipëria virtuale që jeton jashtë territorit të Shqipërisë gjeografike, që janë diaspora, pra, ndahen dhe ata politikisht me sa duket në mënyrë jo shumë të ndryshme nga ata që jetojnë këtu. Pra ata që merren me, po them ekspert sondazhes, thonë që nuk është se do të kemi surpriza
sepse dhe vota është e tillë që vërtet është 245.000, po është 12 qarqe. Shtetet caktuara, Greqia dhe Italia konkurrojnë, natyrisht Italia ka shumë më tepër se Greqia, po Greqia duke pas kontakt toksor me shtetin am, po themi, preferon edhe të kthehet me mjete, me makina etj, me autobus, por nuk besoj se do të ketë vota e diasporës një impakt thelbësor në zgjedhje. Mund të ketë më shumë një shpresë për partitë e reja, sepse ndoshta ideja e rinovimit politik ka kaluar më tepër tek shqiptari që jeton në një ambient demokratik dhe të liberal dhe ku funksionon gjithçka, dhe ndoshta dhe ai aspiron që edhe në dheun e tij kjo të ndodh dhe mjeti që ati po i del gjatë rrugës tani mund të jetë një parti e re, një fytyrë e re, një emër i ri, siç janë dhe këta djemt që po lëvizin dhe po tentojnë vota. Por në anën tjetër Sokol unë vëre diçka që të vinte tek ajo përballja dhe në rrjetin social. Përballja në rrjetin social, kështu siç paraqitet, për mua i afrohet projeksionit të atyre sondazheve që ne kemi parë deri tani. Do të thotë, unë deri më sot, më korrigjoni, nuk kam parë një sondazh ku raportet e forcës të jenë përmbysura mes PD-s dhe PS-s nga ato që ne shohim tani. Pra, me PS-n më lart dhe me PD-n më poshtë. Unë nuk di një sondazh që e nxjerr PD-n fituese, që e nxjerr Berishën kandidat për kryeministër Edi Ramën. Problemi është që unë ta thash, unë jam skeptik ndaj sondazheve. Nuk është i fitojë. Ndaj një sondazhi Sokol jam dhe unë shumë skeptik. Por ajo që thoni ju me drejt, ndaj 10 sondazheve pastaj fillon e bëhet tendencë. Ajo që thoni ju me drejt, kur ti shikon një diferencash me 2 shifra, fiks, diferenca shumë e madhe. Kur shikon apo jo një diferencë me 2 shifra, është tregon tendencë. Çdo sondazh ka të afishuar poshtë marzhin e gabimit. Se ne e dim sondazhet 3-4% ka 3-4%, sa që është klasikja, domethënë. Kur ti e ke me 10 pikë diferencë. Distanca është shumë përtej marzhit gabimit. Prandaj tendenca është e njëjtë tek gjitha. Ku më shumë, ku më pak. Dhe paktën me sa di unë, paktën para fillimit të fushatës që flisja edhe me temi burime pranë Partisë Demokratike, sidomos ato që merren me sondazhe pak a shumë edhe ata e pranojnë që ka një diferencë. Ndoshta pas ngjarjes me Erionin, gjërat ndryshon pak në javën e para, por duket që prap situata themi është rikthyer në gjendjen e mëparshme. Ka dhe një element Sokol që të 3 sondazhet, mos gaboj, pa bërë reklamë. 3 se kam përshtypjen që janë më shumë. Janë të gjitha të huaja praktikisht. Institutet e sondazheve nuk janë shqiptare. Pra, jo se të huajt nuk blihen. Se me shqiptar punojnë ata, me shqiptar patjetër. E kuptoj, po ka të bëjë metodologjia, ka të bëjë natyrisht që. Metodologjia aty është e gjitha. Kam përshtypjen që nuk ka ndonjë ndryshim madh me metodologji. Vetëm është e ke me telefona apo e ke fizike. Apo e ke intervista drejt për drejt. Face to face, po kam përshtypjen që gjithë panojnë, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në botë panojnë tek telefonatat. Pasi një është më e thjeshtë të identifikosh ato që me cilin ti komunikon, dhe e dyta ka kosto më të ulët. Se sa dalësh në teren, është më shpejt, sa merresh intervistat e tjera. Po, Martin? Sondazhi më i mirë në fakt është realiteti në të cilin jetojmë dhe pa patur asnjë lloj sondazhi, pa filluar asnjë lloj sondazhi, këtu kemi qenë në për studio, këtu kanë qenë edhe ish apo zyrtar edhe të vetë Partisë Demokratike që edhe pse nuk e kanë thënë në këtë studio, na kanë thënë sa po kemi lënë studion, këtë lloj sondazhi që ekziston sot realisht. Dhe pa besuar fare këto sondazhet, edhe sikur ti marrim të vërteta dhe atë marzhin e gabimit ta shumëzojmë me 2 dhe t'ia shtojmë të gjitha Partisë Demokratike, prap rezultati është fitues është Edi Rama. Dhe jo la Civita apo Latifi sipas Ramës të vi në Tiranë e në fushatën e Partisë Demokratike, po edhe vetë Trump po të vi të bëj fushat në votat e shqiptarëve. Ky Trump i mas tarifave sigur që sfiton emrin. Po, kështu që para tarifave edhe vetë Trump i të vi nuk i fiton zgjedhjet. Kështu që të jemi të sinqert edhe me veten, edhe të mos flasim vetëm publikut me ato termat e panshmërisë e tjerë, zgjedhjet me datën 11 maj i fiton Partia Socialiste dhe Edi Rama. Opozita, sigurisht, me datën 12, do bëj atë që ka bërë gjatë tyre 35 viteve, do thot,
i vodhën votat, tu është bërë një rrugë, tu është blerë vota, gjitha ato që janë thënë është një kaset e ta ndjekim fakt zotin Berisha sot, i cili foli dhe reagoi pas ngjarjes Lush, sot është arrestuar një 38 vjeçar, gati kishte emrin tëm, pa e kishte Marin Leka, jo Martin Leka. Po të mungonte, një të. Ishte një 2-3 vite më i ri se ty, ishte 38 vjeç. E kishte inskenuar pa tjetër, do thotë se kam dëgjuar Edi Rama. Dhe jo, ajo që më bëri përshtypje nga ajo që tha zoti Berisha, është ndryshe nga Bardhi, nuk e mohoi që djali ishte i Partisë Demokratike, por tha është futur aty si spion, ose më saktë tha, këtu ka tradhti burra, ta ndjekim. Sali Berisha nuk dorëzohet. Rama mund të hapë edhe të gjithë kapitujt, por për të antarësimin Bashkimin Evropian është i pamundur. Ky vendim është, ky timing është i 4 muajve më parë. Ka bërë që qeveria e gjermane të dalë me një deklarat, nuk mund të ketë zgjerim tjetër pa reformimin e Bashkimit Evropian. Të garantoj që ai mur është i pakalueshëm. Berisha ngriti tonet kur u informua për arrestimin për shitblerje votash në Lushnjë në favor të Partisë Demokratike, por ndryshe nga Gaz Bardhi, ai hodhi akuza për tradhtar brenda të vetëve. Pra, ai që e ka bërë, unë do ta përjashtoj nga Partia Demokratike si njëri të rekrutuar nga Vlora Hysenaj dhe Ardi Veliu. Berisha, i cili ka vendosur në Elbasan në listë zonjën Çapja, kërcënoi rivalin e tyre Suel Çelën të mos mbështesë një tjetër zonjë të Partisë Socialiste. Se Suel Çela ditën natë po zbaton porosinë e Edi Ramës për të zgjedhur deputete një mile. Sara Mile. Dhe se Edi Rama i thot Suelit, kontributi yt do matet me votat që merr Sara. Edhe unë i them Suelit, se në mënyrë absolute do të ndëshkohet në mënyrën më të rëndë për krimin monstruoz elektoral kushtetues po vazhdojnë të mënyrë. Për të bërë këtë, Berisha fillimisht duhet të vinë në pushtet, por nëse vjen, premton të bëj edhe gjëra tjera. Një orë pasi Altin Dumani kërkoi një mandat të dytë për prokurorët e SPAK, ai premtoi se kushtetuta do të ndryshojë vetëm për Gjin Gjonin. Në çdo takim kërkon ma ndryshoni kushtetutën për karrigën time. Jo, mos zoti, ndryshoj kushtetutën për karrigën tënde. Për të dhënë këtë atë, jo, ta harroj. Ta harroj se ndryshon kushtetuta për të jam tha apo jo. Ke qenë prokuror s'ka, do shkosh prokuror prap diku tjetër s'ka. Nëse ke punuar, nëse ke punuar do përgjigjesh. Ja ku i ke kolegët e tu që kanë dhënë dënime me jetë. Jo një po disa. Edhe i morën nxort nga sistemi. I nxort nga sistemi sepse dënuan kryebanditët e qeverisë edhe Partisë Socialiste. Berisha e di se shumica e shqiptarëve nuk e mbështesin planin e tij për ta zhbërë drejtësinë. Ai vetë lë të kuptohet se drejtësinë nuk e duan vetëm ata që kanë probleme me të, por këto ditë për të, atij intereson vetëm çfarë mendon sherifi i shtrenjtë i Amerikës. Së pari ju garantoj se strategu i fushatës është i kundërshtar i vendosur i palkundur i politizimit të drejtësisë, apo siç e quajnë në amerikanë weaponizimit të saj. Sali Berisha sot i cili një moment harroi dhe datën e zgjedhjeve, po nuk harroi të flisë për Leçevitën. Skënder, për çiftin Berisha Leçevita, fushata? Fjalë arta i ka patur deri tani. Një çift që realisht është një çift shumë i ngjizur në mënyrë artificiale. Po gjejmë një Amerikan që t'japim idenë se jemi të lidhur me Trumpin, ndërkohë që unë vetë nuk hyj dot në territorin e Shtetit Bashkuar se jam non grata. Domethënë kjo është një akrobaci nga ato që vetëm një politikan në këtë hall të madh me Amerikën mund ta bëjë. Berisha ka kujtuar se ka bler edhe një raport miqësor dhe të ndryshëm nga ai që ka në letër me administratën e re. Fakti është që jemi më pak se një muaj nga zgjedhjet shqiptare, dhe nëse Berisha do të kishte vërtet këta lobist, këtë mbështetje dhe këtë depërtim që thotë se e ka, e pretendon,
edhe në administratën amerikane, raporti fundit të Departamentit Shtetit mund të ishte fare mirë i botuar Zezan Bardh, pa e cituar rastin e tij fjalë për fjalë si një zyrtar i dënuar për korrupsion domethënës. Pra, Sali Berisha me Amerikën përpiqet të luajë një teatr, është përpjekur ta luajë që në kohën e foltores duke parashikuar ardhen e Trumpit, duke premtuar se do ta kaloj, do ta sjell PD-n më pranë Zotit, më pranë familjes, kundër gjithë familjes Soros etj. Pra, premtime të tilla që ishin të marra klishe dhe të kopjuara me laps kopjativ kur i thon unë e shoh çik ndryshe nga programi i Trumpit. La Civita, ja ta mbaroj, të lutem. La Civita për mua nuk ka rol mbi fushatën e Partisë Demokratike nëse nuk ka një aksion të dukshëm sa do të vogël, një vizitë e Berishës, një deklarat pro Berishës, një hap drejt heqjes së statusit non grata, sepse Berishës kjo i duhet deri në 11 maj. Në qoftë se La Civita nuk ja ofron një nga këto aspekte, atëherë rekrutimi i tij është thjesht tym dhe teatr. Është teatr. Unë e shoh se edhe 40 minutat nuk janë shumë. Po, nuk janë shumë, duhet ta mbyllim pas. Duhet ka dy gjasa që nuk mund t'i ignorojmë, ne që jemi të vjetër në gazetari. Ardhja e administratës Trump ka influencuar padyshim në një mbështetje të Berishës, në plan C, jo drejt për drejt, por ka marrë një frymë elektorale më të pranueshme, vetë Berisha. Me lek, me pagesë. Jo, unë po e shoh ke njerëz. Institucionalisht jo. Unë po, çfarë mund të ju referuat një deklarat, unë nuk besoj se nuk ka asnjë lëvizje. Vetëm shqetësimi im, edhe për shkak të informacionit të vogël që kemi në Tiranë, është se fryma ai bën një paralelizëm Trump-Berisha, që ka një ngjashmëri, nuk mund të mohohet. Ka një ngjashmëri me procedurat ligjore të një sistemi caktuar. Jo, mos harroni që me ardhin e Trumpit. Cila ngjashmëri, më fal? Ngjashmëria e proceseve penale. Ngjashmëria e procesit. Ndaj Berishës dhe ndaj Trumpit? Po, të dyve. Qasja e Berishës me sistemin e drejtësisë, qasja e Trumpit me sistemin, nuk mund të injorosh këto. Në elektorat shkojnë. Në elektorat. Po, çfarë mund të ndodhë? Çfarë pjesët e elektoratit? Në një pikë gabim të influencën e elektoratit, po ta them unë. Çfarë pjesët e elektoratit? Sepse jo, një sekondë, nuk ka lidhje me atë se elektorati gjithë kanë të drejtën e një vote, një votë është përparë. Si e jona, si e dikujt. Ata që e besojnë. Ajo që them unë është tjetër, sepse po të shikosh çfarë ndodhi me zotin Trump. Zoti Trump pasi u sulmua 4 vite etj, që ta Skënderi me drejta e mbani mitinge çdo javë, gjithonin çfarë bën. Po Trumpi nuk pati një sondazh që nuk e jepte Trumpin minimalisht barabartë. Trumpi 4 vjet ka qenë rrot në rrot me presidentin e Shtetit Bashkuar. Po që ishte injoruar nga partia e vet. Berisha me Ramën janë shumë larg, nuk ka, po. Çfarë mund ta sillte? Ky është problemi, nuk ngjan. Berishën me Ramën. Nuk është sfidues. Vetëm në rast se do të kishim nga një lajm nga administrata Trump për një çështje të caktuar që ka të bëjë me çështje që mund të ishte me Gonigali. Ne kemi analizuar mundësira. Fiks ja dhe kjo. Jo gjë. E shtuam dhe një listë. Ajo që thet. Po duket gjë. Nëse kjo mund të ndodh, patjetër. Po shkoj, po e ftuan në Amerikë. Automatikisht rezultati. Po e ftuan në Amerikë. Automatikisht ai automatikisht ky burrin nga Amerika mund të jetë burr shumë i zoti. Problemi është se ka zgjedhur partinë e gabuar dhe njeriu e gabuar për të bërë fushat dhe kohën e gabuar për këtë parti. Problemi është që ai ka bërë një zgjedhje. Martin ka zgjedhur honorarin, ka marrë paratë e veta dhe është mrejur me vetën e vet. Me vetën e vet është mrejur, kurse martesa e Lasivitës me Partinë Demokratike është si ajo martesa që më tha në rrugës që do bëhet sonde në Big Brother, gjesti me Eglin. Kjo është. Tani, i bishë Berisha është gjesti pas shpullës, a? Pas shpullës. Martin Lega, faleminderit Artur Nur, faleminderit Skënder Mengjozi, ky është Histori Personesh, që jemi nesër në 8, deri atëherë nga Sokol Balla, se se do ta shuas shumë, natën e mirë. Këtu kultura e debatit është totalisht është bjerrur sepse kush ka qenë në qeverisje nuk e ka preferuar debatin, është munduar ta mbajnë distancë higjienike palën tjetër. Qofse do flasim për përgjegjësi, nuk e shoh Ramën më pak me përgjegjësi se sa Berisha. Qofse do flasim për performancë, qofse do flasim për komunikim, sigurisht Rama është 4 hapa përpara Berishës. Të heqin ligjin që kufizojnë mediat dhe të vënë ligj pasën e debateve publike. Bilanci i Berishës është tashmë i vjetruar
bërë pasoj edhe e ka humbur peshën sepse është përdorur e stërpërdorur në çdo fushat. Pra, opozita duhet kishte interesin ta përdorte, po them kjo opozita e madhe zyrtare, çfarë po ndodh? Pavarësisht të tërë se nuk ka ballafaqime, nuk ka përballje, që ne po i quajmë debate, ai duhet të votojë jo në mënyrë emocionale. Duhet të votojë atë që i ofron një gjë më shumë në interes vet. Po zyrtarisht, Berisha dhe Rama është mëkat i madh që do ta mbyllin me gjas karrierën e tyre pa një debat madh që t'i mbetet të paktën rekordeve dhe arkivave televizive të këtij vendi. Një metaforë e politikës, e përballjes politike është telefoni i prishmë midis dy palë. E bëjnë debatin në distancë me korespondent dhe nuk ballafaqohen.